në mes partive politike për të ndryshuar diçka tjetër. Ajo që po shohim tani, kemi tentim për një votim të një komisioni, i cili unë nuk e shoh që është në pikë të randit të ditës. Dhe sipas meje, që mund të jemi edhe i gabuar, nuk e konsideroj që është mënyrë e rregullt të procedimit të matutjeshëm. Pastaj kemi edhe çështje tjera që mund t'i debatojmë nga ana përmes këtij gjykimi. Okej, si komenton këto interpretimet që janë bërë gjatë tërë këtyre ditëve, qoftë nga njëra palë, qoftë nga pala tjetër, se tani më kemi dy bloqe ndara, paka shumë që mbrojnë një mendim. Si keni parë interpretimet? Po, është pjesa me madhe e atyre që e lexojnë drejt aktgjykimin është që aktgjykimi për një është i breshtë edhe ka qenë i paguximshëm. Edhe për më tepër një pjesë bukur e madhe e aktgjykimit është, si më thonë, ligjërat, në vend se të jetë kështu mënyrë taksative. Ndalemi këtu pse është i paguximshëm? Kuptimin i paguximshëm që në dispozitiv të tregoj qartë që ta zëm. Kemi hap një debat tjetër pastaj. A duhet gjykatësit e kushtetuesës të mos kenë guximin ose t'ja kenë frikën politikës? Kjo është, unë po besoj që ta edhe për shkak të kontekstit aktual politik edhe kanë ndërtuar një aktgjykim i cili për ne si IKD nuk është shumë i paqartë. Për shkak që nëse do të me lexu drejt dhe jo shtrembet qysh lexohet dhe zakonisht leximi i aktgjykimeve i vendimeve të sistemit drejtësisë për politikës lexohet shtrembt. Nuk lexohet asnjëherë drejt edhe kjo masnej, si më thonë, prej partive politike pritjet janë. Ka 20 vite, 25 vite që partitë politike e lexojnë edhe në mënyrë tjetër, në mënyrë jo korrekte, në mënyrë jo objektive. Mënyrë jo objektive. Edhe kjo, po pastaj kjo nuk është e shnetshme as për sundin të ligjit edhe për demokracinë, po gjykata kushtetuese me aktgjykim ka vërtetuar 3-4 çështje. Një që ata që përmendi Ylli tek pika 155 e aktgjykimit, përfundimi i seancës konsultive do të më udhëheq në pajtim me dakordimin edhe me rregulloren edhe me praktikat parlamentare, edhe veçanërisht me dakordimin që është marrë me 8 prill ndërmjet kryetarit të kuvendit dhe partive politike që kanë dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, që në kupton se kryesuesi aktualisht që është duke bërë zoti Dehari me propozimin për votimin e FEFT është një çështje që është jo kushtetuese. Pra, gjykata ka konfirmuar që votimi është propozimi për votim të kryetarit të kuvendit është jo kushtetues, edhe ka treguar që procedura do të mund e njëjtë. Ku e ka thonë që është kushtetues? Siç ka qenë, po interpretim ne po bëjmë. Shprehimisht që është kushtetues. Për nga aspekti juridik, askund nuk ka thënë gjykata që lejohet votimi i fshehtë. Dhe ka thënë. Por edhe askund ka thënë që është në kundërshtim. Nëse e keni lexuar, s'ka asnjë problem. Jo, s'ka asnjë problem. Tek neni 155, përmend edhe Ylli, ka definuar në mënyrë taksative dhe formale rendin e ditës për seancën konstitutive, e cila përmbajtje kryesore dhe të vetme të seancës konstitutive, e cila duhet të udhëheqet me përpikmëri nga kryesuesi i seancës konstitutive. Pik. Nga ai rend ditë më 8 prill. Nuk ka rend ditë tjetër atë. A mundem me Jo, derisa ta përfundoj. Konstatimi i tillë përforcohet nga fakti se seanca konstitutive është rregulluar në mënyrë të veçantë me kushtetutën dhe me rregullat e kuvendit dhe nuk i nënshtrohet procedurave të zakonshme. Votimi për propozimi për komision të fshehtë, për me votu fshehtë, nuk i nënshtrohet në seancë konstitutive. Ashtu siç nuk i nënshtrohet debati parlamentar. Kjo është pikë. Nuk ka diçka. Pastaj shkojmë edhe deri tek para përfundimit tek 178-it. Nuk përmban palet duhet me inicu, më falë vetëm pak. Tek para përfundimit, 187, falë. Edhe 187. Gjykata marrë përballë vlerësimin dhe konstatimin më sipër konsiderant që zhvillimi dhe përfundimi i seancës konstitutive duhet të vëhet në pajtim me përcaktimet kushtetuese, rregull Kreun 3, që në Kreun 3 nuk e ke fare votimin e fshehtë, që votimit e fshehtë të komisionit ata ke vetëm të seancat e rregullta dhe praktikat e drejtaneshme. Dhe cila praktika e drejtaneshme? Me votim të me votim të hapur, vetëm pak minuta. Duke ashtu kësaj fakti. Po ka shumë tema dhe pastaj. Jo, duke ashtu kësaj edhe fakti që me 8 prill nga aspekti politik ne kemi edhe deklarimin, po besoj që do të me cilësu racional të kryetarit të kuvendit zoti Konjusa, kur ai vetë në seancë e ka thënë atë që thotë gjykata kushtetuese. Kryetari i kuvendit do të nënshtrohet principit të negocimit.
me partitë politike në mënyrë për arsye se nuk i ka shumica ose partia më e madhe parlamentare, mund ta shihni në deklarimin e tij, që ka qenë deklarim i arsyeshëm, sepse lëvizja vendosur në bazë të rezultateve zgjedhore nuk dol me vota të mjaftueshme për me e zgjedh kryetarin e kuvendit vet, atëherë ky kryetari i kuvendit do të nënshtrohet principit të negocimit. Qoftë edhe zonja Haxhiu tanishme. Po, le të na jepni përgjigje zoti Rustemi në pjesën e parë. Dhe kjo nuk po bëhet Adnan. Nuk po bëhet. Me nënshtru principit e prillit, me nënshtru kërkesën së gjykatës konstitucione për me bu konsenzus edhe kompromis. E para, domethënë, unë mund të konkludoj që opozita, rastin që ka dërguar në gjykatë kushtetuese, e ka humbur për sa i përket pretendimit që i ka parashtuar. Nuk ka marrë përgjigje sepse s'ka pasur gjykim, madje edhe te arsyetimi i pranueshmërisë. Gjykata ka gjetur në fakt seancën konstituive si akt kushtetues dhe mbi këtë bazë ka vendosur ta trajtojë. Nuk e ka gjykuar asnjë nga 3 pretendimet siç e thash. Në lidhje me atë që u tha ndryshimi i rendit ditës. Ne që kemi qenë në parlament, ose kemi monitoruar parlamentin, e dim që themelimi i komisionit të votimit të fshehtë nuk është asnjëherë pikë e veçantë e rendit ditës as në seanca të rregullta. Ajo është për brenda pikës që nuk kupton zgjedhjen e titullarit. Edhe kur bëhet fjalë për zgjedhjen e presidentit të Republikës, edhe kur bëhet fjalë për zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Edhe mos u ndërpresën, nuk ndërprejta ta respektova. Mos u ndërprej. Ta respektova, unë pajtova me shumë prej argumenteve që i thatë, por nuk të ndërpreva. A mund të me përfundu argumentin? Pa mund të me përfundu, se nuk ndërpreva në em. Nuk ndërpreva, mos u ndërprej, të lutëm. Te aktgjykimi të presidentit zgjedhën në votim të fshehtë në postë ligjit. Është i gabueshëm që propozimi për votim të komisionit të shpike veçantë e rendit ditës. Ky ka qenë edhe pretendimi i opozitës në gjykatë kushtetuese. Po gjykata kushtetuese as nuk e ka evidentuar si të tillë dhe as nuk e kanë konstatuar si kundërshtim me gjykatën kushtetuese. Është pika e rendit ditës, zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe nënkretarëve e përmban brenda saj edhe mënyrën e caktuar të votimit dhe nuk ka pse të jetë pikë e veçantë themelimi ose votimi i komisionit për votim të fshehtë. Është komision ad hoc që krijohet vazhdimisht në seanca të Kuvendit të Kosovës sa që ka votim të fshehtë dhe nuk është pikë e rendit të ditës. Prandaj domethënë, kemi kohë ta zbërthejmë juridikisht aktgjykimin krejt, por insistimi me patjetër të provohet edhe mundësia e votimit të fshehtë. Pse gjithë ky insistim që ta provoni edhe mundësinë e votimit? Te kush i keni shpresat? Le të themi kështu, tash politikisht pyes. A shpresoni që ata që janë për herë të parë në kuvend do t'ju votojnë në mënyrë që t'i ruajnë ato mandate, se kur si dihet ai fitojnë më ajo, nëse shkojmë shpejt në zgjedhje. Apo shpresoni që dikush edhe sipas jush mund të mendoj racionalisht e t'ju mbështesju, apo te kush jeni duke shpresu që po doni me patjetër me shpenzu edhe këtë mekanizëm. Tashti politikisht pyes, juridikisht do ta vazhdojmë debatin me të dy tani. Patjetër, politikisht do të thonë propozimi për votim të fshehtë ka ardhur si rrjedhoj e pamundësisë të zgjedhjes sekretarit të kuvendit nëpërmjet votimit të hapur. Dhe propozimi ka qenë padyshim konstruktiv dhe në funksion të zhbllokimit. Në kë shpresojmë? Ne shpresojmë në deputetët të gjitha grupet parlamentare të cilët janë të interesuar për ta